Shkodër mundet me festu sepse me gjithë bashkinë Shkodra është ba destinacion shumë i kërkuar tesh për festat, është ba bukur domethënë Shkodra, a investu në Shkodër. Për dita më shumë janë tu ardhur. Tu bë shumë ma këndshme Shkodra dhe ma pëlqyeshme. Shumë bile edhe dje ishim të diskutu se kishim disa klienta prej Tiranit, kena ardhur me kalu një fundjavë në Shkodër. Nuk është vetëm një ditë ose 2 ditë. Shkodrën nuk je ngjalla me shëtit për javë. Kaq e bukur është Shkodra. Është favor shumë i madh, është diçka që bashkia ka investu për qytetin e Shkodrës, ka ndryshu faqe qytetit Shkodrës. Ja dashur Shkodrës një organizim i tillë. Nuk është se ka veç para bashkisë turista, ka ndikuar shumë te pjesa edhe zonës që duhen me dalë me pa bregun e liçenit edhe liçenin e Shkodrës. Këtë vit që kam bure ma shumë, kanë qenë shumë anglez, gjerman, por kanë qenë shumë edhe për i vendeve të Arabisë Saudite edhe me radhë. Por që e kanë pëlqyer ma shumë normal janë anglez, ju pëlqen me ardhë, me pi, me festu. Une kam shumë qejf që energjia e festave njihet jo vetëm te produktet që na sillim ose te shërbimi, ashtu edhe tek energjia jonë që jena shumë pozitiv. Ne e shijojmë vetë si staf masanena këtë gjë për cilin edhe të tjerët. Unë i kisha ftu që më ardhë edhe me marrë këtë ndjesinë e festave që ndoshta pak vitet e fundit është venit, por jam të pa që në Shkodër është rrëzu për dite ma shumë. Kështu që janë tonë të ftuar për më ardhë me provu një diçka ose një tjetër. Kena pas turista prej shumë vendeve të botës, si klientët vendës nuk ka. Tanë më të mirët. I ftojmë krejt që kanë qef me vizitu agroturizmin, mundën morë me provu edhe ushqimet e Stinës Dimrit. Kena pas një punë të mrekullueshme, kena pa jashtë botit, pa kena si herë jashtë. Edhe kena pas se sa mundet me ecë. Kanë qenë kryesisht huj. Nga zonja e Spanjës edhe nga zona e Francës janë më shumë se kërkun. Kena pas shumë nga vendet skandinave. Gjatë pjesë tjetër të vitit, kryesisht janë shqiptarë që nuk kanë kënë në theth. Turistat pretendojnë për me pa thethin në çdo sezon. Në çdo moment që shikojnë që rruga është e hapur, që ka një mod të përshtatshëm, ka klienta. Thethin ja u këshilloj ta vizitoni sepse është një thesar i mshefur mes të malit, ka një shumë histori, ka një shumë pasuri sa që t'len pamen. Si të hujt, si të shqiptar, të paktën një herë duhet ta vizitojnë. Se kur ta vizitosh një herë, mbesa ke marrë edhe dytën. Shkodra bëhet shumë bukur, sidomos këto vitet e fundit nga kryetari i bashkisë që ka investuar pafund dhe shpresojmë të investojnë edhe më shumë. Më shumë të kemi pas gjerman, polakët çdo ditë poshtohen, por edhe anglezët, amerikanët janë plot. Harmonia që kemi në qytetin e Shkodrës është e papar. Shkodra është bërë me të vërtet një vend ku festat kalohen gjithë gëzim dhe ka lezet. It's so beautiful. They make me feel at home and it makes me feel really happy here. I went last night to the light turn on. That was amazing. I've never been anywhere like it before.